nëse e kqyr me kirët e sodit, janë full me elektronik, me asistencë e tjere. Pse 5 vitet e fundit kanë shku premijet në qiell të sigurimet e kirët. Janë disa arsye aty. Pika por, qofse i marrëmi pjesë të kirët, janë shtretu në ekstrem. Pjesën e dytë, ose pikën e dytë, punëtori, të më në shkaku inflacionit edhe reparaturën përgjithësi, kushton 20-30% më shumë si para 5 vite. Pikën e tretë është tema e statistikës, qofse këshimi para 5 vjetë ka pas shumë ma pak dome në Zvicër si kur sot. Dhe në pikën e katër, nëse e kqyr me kirët e sodit, janë full me elektronik, me asistencë e tjere. Të me thanë, qofse e morë me një dëm të vogël branikin, i ki bo një dëm para 5 vjetë, ajti të ka kushtu 2.000 frank, dërso sot e njëjta punë del 3.000 ose 3.500 franka. Në qofse ty të ka rrit sigurimin i kirit, këtë rast të lejohet me dal prej kontratës, që aty përse aty e jo me prit edhe 1 vjet ose 2. Kështu se gjithmonë ja vlen me kqyr për një alternativ tjetër.